Ndëruar shikues, jemi rikthyer në transmetim drejt për drejt nga minatori për përcjellur edhe pjesën e dytë të duelit Trepça Vllaznimi, pjesa e parë 37-25 në favorin e ekipit mysafir. Çereku i parë u mbyll 28, ndërsa çereku i dytë baraz 17 me 17 lojtari më efikas tek Vllaznimi është Ariana Zemi me 11 pikë, 4 kërcime, 3 topa të vjetur e 4 asistime. Në anën tjetër tek Trepça më shumë ti pikë në pjesën e parë realizoi Myers gjithsej të 7 shtoi 5 kërcime, mirë po pas incidentit me Walker i përjashtuar është tani nga loja së bashku me Walker, një incident krejtësisht i panevojshëm tek Trepça. Nga 4 pikë të tjera i shtuan Hajrisi e Koton. 20 minutat e para vetëm 2 treshe të qelluara nga vendasit, një më shumë pra 3 i realizuan mysafirët për 2 pikë. 21-7 Trepça, 33% të saktësi, ndërsa Vllaznimi 34%, 23 me 8. Përshojnë statistikat e Drilon Ajrizit, 4 pike, 4 kërcime. Tani do të startoj çereku i treti përballjes. Momentalisht është duke u zhvilluar edhe derbi Prizren ose mes të bashkimit e Proton Cable Prizren. Rezultati momental është 43 me 38 në favorin e Bardëzinjeve Prizrenas. Ndërkohë nis këtu pjesa e dytë më saktësisht çereku i treti përballjes. Aksioni është i vendasve. Michael Green provon nga distanca, mirë po nuk ka shënim topin. Gjito Bo, pasimi për Trey Anderson. Edhe njerë Gjito Bo. Don Poloshka realizoi një 3 pikësh në pjesën e parë. Callums, gjithë një Callums shkon në 2 kapësh, nuk ka shënim. Merr topin Hajrizi. Drilon Ajrizi. Ne do të gjonjo, rezitoj që të gjuan të nxjerr të lirë atje kapitin, i cili nuk arriti që të realizoj Poloshka. Pasimi në brendësia atje dhe Gjito Bo realizon 6 pikë të qendrës Vllaznimit. 25-39 plus 14 avantazh për mysafirët. E që është përsia më lartë në ndeshje. Drilon Ajrizi nga pozita qendrore gjuan dhe është 3 pikësh nga Driloni. Azemi. Trey Anderson. Callums. Trey Anderson. Ariana Azemi gjuan për 3, nuk realizoni ktheje topi. Dhe Trey Anderson në blokade kapitit. Është ndërhyrje pa rregullt. Në vjen gjyre të lira është Trey Anderson, lojtari që ka realizuar 6 pikë, ka shtuar 5 kërcime deri tash. Pasak në gjyret në parë të lira Anderson. 4-1 është nga vija gjyre të lira. Ndërkohë tek Trepça do të rikthehen në lojë Tmusic e Hunter. Realizon në gjyret në 2 të lira Anderson. Tani është në kotën e 7 pikëve. 28-40 plus 12 për ekipin mysafir. Green. Michael Green. Michael Green ndalet në mënyrë të palejueshme nga Anderson. Michael Green ka të realizuar 3 pikë.
Shëllon nga vija gjuajtjeve të lira Michael Green. Ja pasimi për Qitopo. Qitopo, Gjuan i saktë është për mbi Hunterin. Provoje. Tani është në kuotën e 9 pikëve Qitopo. Hunter. Tek edhe koton për Hajrisin. Drilon Hajrisi, Michael Green, Drilon Hajrisi për 3, Gjuan. Edhe një treshe e Hajrisit. E dyta pas 4 tentimeve, 31-42 rezultati. Anderson, i rështë topin nga Duart, nuk e shpëton Callums. Topi u takon Mitrovicasve. Michael Green. Koton. Tenton nga distanca, s'ka shënim. Topi të vazhdoj të jetë në pronësin vendase. Hajrisi. Mbrojtje mire Ton Poloshkës. Koton, Michael Green. Michael Green nuk shënon mirë, po aty është Semi Hunter. Pikët e para të Hunter në ndeshje, Don Poloshka, Azemi, Callums, Gjuan, nuk ka treshe, topi përfundon tek Michael Green. Mikael Tmusic, Drilon Hajrisi për Semi Hunter, i cili shënon me gabim personal. Super asistem nga Drilon Hajrisi. Një gjuajtje e lirë do t'jetë në dispozicion të Semi Hunter. Realizohet nga vija gjuajtjeve të lira Hunter. 36-42. Callums. Jepja Callums shkon deri në fond, nuk ka realizuar. Ka ndryrje të parregullt në fazën e sulmit. Dhe në topin e lojë, Tmusic, Michael Green. Michael Green. Dhe përmundon tek Green, përpjekje për ta shmuduar nga Don Poloshka. Michael Green, s'ka 3 pikësh. Anderson, më i lartë në kërcim nisët Callums. Është ndërhyrje pa rregullt e Mikael Tmusic. Tmusic që ngarkohet me personale numër 2. Qitopo për Poloshkan. Callums. Për atje dhe Koton. Don Poloshkan nga distanca. Treshe e Poloshkës. E dyta sot. 6 pikë të ti. 36-45. Michael Green. Michael Green. Tentimi për 3 pikë. S'ka shënim. Anderson për Don Poloshkan. Azemi, shënon 13 pikë të ti. 36-47 rezultati. Kam vetur 5 minuta 12 sekonda. E lojë deri në fundi çerrekut të tretë. Një vëdhjet me 10 është rezultati në këtë qerek në favorin e
Trepçës tani tek zana si Trilon Ajrisi ka rritur që në trajqe pikë dyshifrore që se djetë për ka shtuar edhe 7 kërcime. E në anën tjetër tek vllaznimi 13 pikë ka Azemi, cili ka shtuar edhe 5 asistime, 3 kërcime, 3 topa të vjedhur. Nisët Michael Green. Cotton. Semi Hunter. Një Semi Hunter përpiqet të gjuaj për mbi Gjito Bon. Mbrojtje mire mysafirve Helms. Ariana Zemi Gabon. Shon topi tek ele Cotton me gjatë të luan I fundit me të Helms. Ajrisi për Semi Hunter I cili gjuan për 3 pikë, nuk ka shënim. Kërcen atje Helms merr topin. Don Poloshka. 2-3 I ka të realizuar Poloshka. Azemi për Gjito Bo. Ariana Azemi tenton për 3 pikë, nuk ka shënim. Hunter për Michael Green. 2 vishohet atje ka ndërhyrje të palejueshme. Michael Green. Mikaile Tumusic. Ajrisi. Trilon Ajrisi. Pasimisht I gabuar. Topi do tjetë për mysafirët. 3:58 lojë mbetur në çerekun e tretë. Azemi. Ariana Azemi. Kërkon Gjito Bon. Dobi do të vazhdoj të jetë në pronësinë e mysafirëve. Do të rishikojnë momentin gjyqtarët për pasqyrë më të qartë.
Pas e verifikuar mirë situatën, dyshja e gjyqtarëve Bonjako Gashi ndrojnë mendim, topi është i Trepçës e jo i Vllaznimit. Rezultati 36-47, 3 minuta e 40 sekonda. Deri në fundi i çerrekut të tretë. Niset Michael Green. Tenton nga distanca. Nuk ka shënim. Është ndërhyrje pa rregullt, thotë gjyqtari Gashi. Rikthehen në lojë tek Vllaznimi, Sinani largohet Gjitobo. Isak në gjuhjet në parë të lirë, Drilon Ajrisi vazhdon përqindja e lartë në gjuhetje për nga vija gjuhjeve të lira për Drilon Ajrisin. 3-3 është deri tash. 4-4, 100% efikas, është në kuotën e 12 pikëve. Drilon Ajrisi, 38-47. Niset Ariana Zemi. Sinani. Don Poloshka. Duke kërkuar time-out Sarin. Në njën 13 pika Zemi, lojtari më efikas tek Vllaznimi, e në anën tjetër 12 pika Ajrisi. Dy të vetmit që kanë realizuar pikë dy shifrore të ndëruar shikues. Në këtë qerek të tretë rezultati është 13-10 në të mirë të Trepçës. Lërë që qereku i dytë unë Baraz 17-17, dërsa qerekun e pare fitoj Vllaznimi Bilshëm 28-8. Në kuadër të kësaj gjiro është duke filluar edhe dueli tjetër. Derbi Prizrenas në mes të bashkimit e Proton Cable Prizrenit. 58-46 është rezultati. Nëse dhe zhvillohet dy duelet e fundit. Beja Bora, Sigal Trishtina, Golden Eagle Ylli. Që dhe dyja në transmitim direkt në kanalet sport. Sigurisht për më shumë rreth kësaj gjiroje, pastaj analizat dhe gjithçka se çfarë ndodhi në kuadër të kësaj jave. Keni mundësi të shikoni në mënyrë të përmbledhur në episodin më të ri të asistit ditën e hënë. Mbetet 38 me 47, 3 minutat e fundit. Pamë dhe statistikat e Gjitobo. Kanter. Tmusic për Tekele Koton. Michael Green, tjetër gjuajtje e tij për 3. Soni në anën tjetër, Azemi, Don Poloshka provon, nuk ka treshe. Kërcim në mbrojtje nga Ajrisi. Drilon Ajrisi është kërcimi 4 të tij në fazën defanzive. Semi Kanter, bitë gjithë gjuan, realizon 7 pikë të Kanter, 7 plus për Vllaznimin. Gjiro në ardhshme zhvillohet El Clasico e basketbollit kosovar, të ndëruar shikues ndërmjet Sigal Prishtinës së Trepçës, ndërsa Vllaznimi ndeshet me Proton Cable Prizreni në kuadër të gjiros 25, e pamë zhvillimin e radhës 40 me 49. Michael Green nga këndi, treshe e Green më në fund qollon. 6 pikë të Michael Green, treshja pa 9 tentime, i ka nga distanca. Azemi skoshen e merr topin Tmusici. Michael Green
Michael Green, edhe njerë gjuan për 3, sërish s'ka shënim. Nisë Don Poloshka. Që ka të lasha atje, Ariana Zemi. Mjaft e angazhuar Azemi, i cili deri tash ka 13 pik, 5 asistime, 4 kërcime, 3 topa të vjedhur, super performancë ti. Të kargohet i lënduar Azemi, i cili duar të rritet nga të gjithë të pranishmit në palesër eliminatore. Performancë shumë i mire Azemi, parishim në emra si Ariana Zemi, pastaj edhe lojtarë të tjerë. Llogaritet edhe kombëtarja e Kosovës në të ardhmen, ka nevojë të gjithë për krajën tonë. Don Poloshka. Collins. Gjithë një Collins i saktë është. Dhe 10 pik i ka në total tani lojtari i dytë me pik 2 shifrore tek Qakovarët. Michael Green. Tuna. Tmosic provon nga distanca. S'ka treshe. Është ndërhyrje pa rregullt. Shohim njerë se çfarë ndodhi, ndërhyrje pa rregull në Cingun. Djaloshin Eden Cingu. Collins. Sinani provon për 3, s'ka shënim. Edut Junior. Edut Junior, Michael Green. Pasimi për Semi Hunter. Hunter, tentoni, saktë është Semi Hunter, që ka tani 9 pik. Poloshka. Qaset e fundit të çerikut të tretë, Don Poloshka. Don Poloshka. Parashqitur atje Tuna. Po njerë momentën e pakupashëm. 4 sekonda deri tek fundi e 30 minutave lojë. Collins. Gjithë një Collins, Bokur atje, Sinani nuk ka arritur që të realizojnë mbyllët çereku i tretë. 45 me 51, vazhdimisht në ndjekje të rezultatit skuadra e Trepçës. Përsia më lartë e Qakovarëve deri tash ishte në plus 14 pik. Çereku i parë përfundoi 28 në favorin e Trepçës, e dyti Baras 17-17, dërsa çereku i tretë takoi Mitrovicasve 20 me 14. Lojtari më produktiv tek vendasit është Drigo Najrisi me 12 pik, 8 kërcime, 2 asistime, 1 top i vjedhur. Në anën tjetër tek vllazënimi 15 pik Azemi, i cili ka shtuar edhe 5 asistime, 4 kërcime, 3 topa të vjedhur. Qakovarët lojë të mirë, duke shfaqur edhe Collins, që ka shtuar 10 pik, 6 kërcime e 2 topa të vjedhur, që do po ka 8 pik. Don Poloshka 6, Doni ka realizuar 2 herë nga distanca. Ndërsa tek lojtarët Mitrovicas 9 pik i ka Semi Hunter, 7 Myers. Michael Green 6 e 4 i ka realizuar Tekel Koton, e teksuar që në pjesën e parë përjashtuar pas një konflikti që patën Myers e Walker, një përplasje e tyre që si
përfundim solli përjashtimin nga loja. Nisë 10 minutë i fundit i ballafaqimit. 45-51 rezultati. Tmusic nga kondiguan për 3. Mikael Tmusic s'ka shënim. Merr topin Anderson. Gjitobo nuk realizon. Ka foll shkaktuar, thotë gjyqtari Artan Gashi. Topi u takon vendasve. Michael Green. Medut Junior është dyshe ti. Medut Junior ka 4 pikë. Nisët Helms. Anderson ndalët. Nuk ka ndërhyrje të parregullt. Shohim topi do të vazhdojë të jetë në pronësinë e mysafirëve. Helms. Helms nuk ka pikë mirë, po aty është Arber Sinani që realizon. Sinani është në kotën e 7 pikëve, tani ka dhe një 3 pikë është realizuar. Michael Green për Medut Junior, rastësit qëllojnë nga distanca. E tani është rradha e Tmusic, das Mikael Tmusic, nuk shënon Poloshka. Është ndërhyrje pa rregullt e Michael Green. Shohim. Tekele Cotton bllokohet. Azemi. Arjan Azemi. Topi do tjetë i vendasve. Medut Junior me ngulitje përfundon aksionin. Këto janë momente që pëlqejnë jashtëzakonisht nga tifozët e basketbollit. Anderson. Gjitobo. Anderson rrëshqet për një moment. Anderson tenton topi i takon Tunës.
49 me 53, 7 minuta 14 sekonda. Loj e mbetur të ndëruar shikues. Hajrise, Michael Green, Edo Junior për Drilon Hajrisen. Drilon Hajrise, është ndërhyrje pa rregull të Gjitobo. Hajrise sak në gjurë në barë të lirë, vazhdon të jetë temper efikas. 5-5 është nga kjo pozit, 100% i saktë. Vetëm 3 pika avanazh për vllaznimin. 14 ishte përsia më e lartë e kësaj skuadre. Vetëm 2+ për vllaznimin. Nisët Azemi, Gjitobo. Arjan Azemi i pandalshëm sot, 17 pikë të ti. 51 me 55. Michael Green në tjetër, s'ka 3 pikë, shkërcen e Mertobin Anderson. Azemi, Gjitobo. Gjitobo. Pikët nuk do të pranohen. Është ndërhyrje pa rregullt në fazën e sulmit nga Gjitobo, i cili do të largohet nga loja me 5 personale. Dhe në fund të luaj pa qandër e vllazënimi. Pasë 51 me 55. Hajrise. Tekele Koton. S'ka shënim, Drilon Hajrise. Tenton nga distanca, as Driloni nuk realizon. Topi përfundon tek Don Poloshka. Kalams. Kalams. Tentimi Kalams nuk ka shënim, Drilon Hajrise. Del shpejt për para, Michael Green, Tekele Koton pret pasimin. Heziton që të gjuajnë nga distanca, çfarë pasimi mirë për Medu Junior. Vetëm 2+ për vllaznimin, 8 pikë nga Medu Junior. Arjan Azemi. Ka bon tope i takon Trepçës. Në 5 minuta 13 sekunda. Lojë mbetur. Nisët Michael Green. Është një Green, tentimi me tabela arrin që të realizoj për të barazuar shifrat në 55 me 55. Vazhdimisht që nga fillimi ishte vendjegje të rezultatit të skuadre Trepçës Vëja tani. Kur ka mbetur 4 minuta e 40 sekonda, lojë gjithçka e barabart, mirë po realizon Anderson për të rikthyer pulsimin e vllaznimit. 55 me 57. Hajrise. Tekele Koton nga këndi. Treshe Kotonit. Pasë 58 me 57 në avantazh Trepça. Kalams
Kallams nuk ka shënim, është ndërhyrje pa rregull të Hajrizit. Razot rezultati sakt në quajt në parë të lirë. Jericho Kallams. Edhe herën e dytë shënon. Kallams nga vija gjujreve të lira. 100% efikas, 8-8. Një pikë e përsi për vllaznimin. Cotton. Michael Green nuk ka realizuar. Green merr topin sërish. Michael Green blokada atje Sinanit. Aksionin anën tjetër. Çfarë luftë vërtet tani. Vazhdojtë në aksion Trepsha 3:34. Lojë mbetur 58-59, 1 pikë plus për vllaznimin. Tusic për Michael Green. Mikael Tusic, Semi Hunter. Kapim në kopa. Azemi. Kallams tentimi, s'ka treshe. Merr topin Michael Green. Green për Mikael Tusic. Treshja dyte Tusic, 6 pikë në total. 61-59 rezultati. Anderson, Kallams, Don Poloshka, Kallams. Kallams rëshqet, nuk arrin që të pasaj për Sinanin. Aksioneri do tjetë për Trepshan, 2:35. Lojë mbetur. Michael Green. Qaset e fundit të përballjes. Michael Green për Trilon Hajrizin. Hunter, Michael Green nga këndi, nuk ka shënem, to shkon të Kallams. Ka ndërhyrje të palejueshme nga Mikael Tusic. Është faulli i tretë për Tusicin. U përimi tek ndërhyrjet e palejueshme më herët. U përjashtua me 5 personale. Chitobo.
Ka mbetur edhe 2 minuta 17 sekonda deri në mbyllje, 61-59 rezultati në favorin e Trepçës. Në aksion janë Qakovarët. Nisët përpara Arjan Azemi, lojtari më efikas në përgjithësi në ndeshjen me 17 pikë të realizuara. Arjan Azemi. Shohim topi do t'jetë për vllaznimin. 2 minutat e fundit. Poloshka. Don Poloshka, tentimi, s'ka shënim, topi është e Trepçës, ka 2 sekundat e rezervuara për aksionin e ekipit mysafir. Qashtë 51-59. Michael Green. Tegele Koton. Michael Green, Koton. Tegele Koton, i sakt është. 63-59. Azemi. Arjan Azemi. Arjan Azemi. Collins. Shansën e fundit të aksionit. Topi do t'jetë për vllaznimin. Arjan Azemi. Azemi pason për Sinonin, i cili nuk arriti që të shënoj. 63-59. Tegele Koton. Ajrizi. Drilon Ajrizi. Michael Green për 3, nuk ka shënim. Mertovin Don Poloshka, u bet atë, pastaj Anderson, shohem. Topi do t'jetë për vendaset. 27 presje 4 lojë mbetur deri në fund, çfarë lufte për top. E në vjen e gjuhë të lira do t'jetë Michael Green. Green i cili sot ka shënuar 8 pikë, ka shtuar 5 kërcime, 4 asistime. Pasak në gjuhët në partë të lirë. Michael Green. Sarini ka kërkuar time out. Sa të shohem, ka marrë Kellams. E shdur nga time out-i Sarin. Topi i takon Trepçës. Kanter. Ajrizi. Drilon Ajrizi. Tegele Koton. Gabim të kopa. Tani do t'jetë time out për vllaznimin. 63-59 rezultati plus 4 në favorin e vendasve. 13 sekunda, 10% deri në mbyllje. Shumë pak kohë për bërë Antoni përmbysje në rezultat e vllaznimi.
Trepça shumë e mirë në këtë çoj të fundit ka realizuar 18 pikë. Vetëm 8 deri tash vllazëdhimi, ndërkohë dueli tjetër në mes të Bashkimit të Proton Cape Prizrenit ka përfunduar 83-70 në favorin e Bashkimit. Nesër ju kujtoj që është zhvilluar dy duele tjera, Beja Bora e Sika e Prishtina kundër Nigel Lyle. Poloshka Arjazeme për tresh gjojtja, s'ka shënim. Merë topin Sinoni, për plasja atje. E pasimi për Michael Green. Nuk arritur që mbaj topin e lojë dhe këto s'do të ketë kohë më për asgjë të ndëruar shikues. Në sekonde 50 të qintat lojë mbetur. Mbyllet përballja në minatori 63-59 në favorin e Trepçës. Trepça e cila vojti shumë për të ardhur deri tek ky triumf. Po shohim nervozizimin e Adesbet Çiragishit në Mikael Tmusicin. Një pjesë e parë ku vllazëdhimi pati e përsi deri në plus 14 pikë më pas gjërat e përmirësuan nga skuadra e Trepçës. Fillimisht triumfoi në çarkun e dytë, e tretë në fakt, 20-14, e të dytën e fitoi 18-8. Lojtari më efikas tek vllazëdhimi është Azimi me 17 pikë, ndërsa tek Trepça Drilon Airisi 14 pikë të realizuara.